Përshëndetje të nderuar miq, sot do gatuajmë mish gici ose derë të egër që e quajmë, që procedura për të gatuar dihet që është çike e gjatë, sepse përpara se të gatuhet duhet të ketë qëndruar në ngrirje për muaj të tërë. Pastaj e pastrojmë, siç e shikoni, kemi hequr edhe këtë dhjamin këtu që ishte shumë i dhjamur, edhe për marinimin e tij, mbasi është shprehur në copa, do na duhet thelbinj hudhre, 3-4 thelbinj hudhre, piper, kokër, një dru kanell, dafin rozmarin, lëkurë portokalli të qëruar dhe një lugë gjelle mjalt. Kryesorja është që do duhet vera. Unë kam 2 lloj vera ashtu. Kam një verë që quhet Valpolicella, është e 2016-s, klasiko superiore. Kam dhe një verë të kantinës së Kasarit, Dhelpra që quhet, edhe do vendos kë do vë nga këto të dyja. Dim që nuk mund të vendosim asnjëherë verë të jo të mirë. Do vendosim atë verën që ne e pim vetë, që të jetë e mirë. Edhe do ta fusim pastaj në frigorifer, do ta lëm për 24 orë, 2 ditë, varet domethënë se nga koha dhe nga dita kur doni ta gatuani. Unë do ta vendos sot edhe do ta heq nesër pas dreke. Do të vazhdim, do t'ju tregoj procedurën se si e marinuam dhe gatimin. Pra si që shikoni, pasi e coptuam mishin, e pastruam nga dhjamrat dhe papastërtit, e lam të kullojnë gjakrat, e kemi futur tani në verën që thamë. Këtu do të hedhim krip sigurisht që jo, do hedhim hurdhat, do hedhim një dru kanele, do hedhim piperin, pastaj do ta trazojmë, do hedhim një deg rozmarin, do hedhim gjethet e dafinës, do t'i coptojmë tani, dhe do hedhim këtë lëkurën e portokallit për t'i dhënë një aromë sa më të mirë mishit. Gjithashtu siç kemi thënë, kemi edhe këtë mjaltin që do ta vendosim, që thamë në rast se vera nuk është shumë e ëmbël, duhet t'i hedhim çik mjalt. Vera faktikisht ishte shumë e mirë, por po ja hedhim këtë mjaltin që të bëhet akoma dhe më e shishme. Edhe pasi ta mbulojmë me nylon, membrani, si e quajmë atë mbulesën, mbasi ta kemi mbuluar, do ta vëmë në frigorifer. Si që thamë, pasi është bërë marinimi, e mbulojmë me membranin dhe kemi gati për ta futur në frigorifer për ta lënë 24 orë. Do shikojmë në videon e ardhshme. Përshëndetje, siç e shikoni, mishi është marinuar, është gati 24 orë në frigorifer. Tani do ta kullojmë dhe do ta gatuajmë në mënyrën që do shikoni më vonë. Siç shikoni, e kemi vendosur në kullesë të kullojnë lëngjet që ka brenda, por nuk do ta hedhim atë lëngun sepse dim që është verë speciale e kuqe. Për sa kohë kjo do të kullojë, ne kemi bërë gati tiganin me vaj ulliri. Gjithashtu kemi vendosur edhe miell që do ta hedhim sipër mishit për ta kavërdisur që të krijojë atë krustën që krijon mishi kur kavërdiset. Dhe për sa kohë do bëhet mishi, ne njëkohësisht do hedhim këtu vajin e ullirit në tenxherën tjetër që ta kemi në një kohë edhe këtë, edhe do hedhim kush ka qepujka të vogla, mund ta bëjmë me qepujka nga ato të çomlekut, por ndryshe do merrni qepër dhe do ta prisni në katësh dhe do ta kavërdisni në vaj ulliri. Është shumë e rëndësishme që të kriposet përpara se të hedhim miellin. Kripi pranon goxha se mishi e mban kripën, që të jetë dhe i shishëm.
kalojmë në miell, siç tham. Sigurisht që është shumë mish që do bëhet pjesë-pjesë. Nuk mund të bëjmë gjitha për një herësh. Pra si që shikoni, e kemi bërë me miell, e shkundim pak a shumë përpara se ta vendosim në tigan. Kam bërë copat të vogla që t'jenë më të lehta edhe për t'u ngrënë edhe për t'u gatuar, që të bëhet më shpejt mishi. Si që shikoni, në këtë mënyrë do bëhet mishi. Si që thamë, do e bëjmë pjesë-pjesë, që këtë është roda mish. Sa të zërë të krustën, në këtë mënyrë do bëjmë dhe pjesën tjetër të mishit, pra kjo është procedura që mishi të bëhet dhe pastaj të kaloj tek qepujkat ose keqepët, që do bëjmë në tenxherën tjetër. Të shikojmë për pak. Dhe ja të nderuar miq, si që shikoni, mishi pak a shumë është kabërdisur. Edhe ne do ta heqim nga kjo enë dhe ta kalojmë në një enë tjetër. Pra mishi do bëhet në këtë mënyrë, si që treguam pak më parë, pjesë-pjesë. Po ke pak, nuk ka nevojë ta bësh pjesë-pjesë, po ke shumë, do ta bësh pjesë-pjesë, sepse tigani nuk e nxjerr të tërë. Pra kjo është mënyra se si do kabërdisim mishin. Të nderuar miq, si që shikoni, zakonisht njëkoqiret e ndrojnë tiganin, sepse ajo zë një shtres, nga që mielli kur skuqet edhe lagështia e mishit, dihet që zë një shtres disi të djegur. Por mos e prishur mishin, ndrojmë tiganin, ne kalojmë në një tigan tjetër, edhe që t'na dali e pastër. Si që shikoni, vazhdojmë me tiganin e pastër, kabërdisjen e mishit. Është çik procedurë gjatë, se ishte mish shumë. Pra këtu kemi kabërdisur mishin vetëm me krit, edhe që e kemi spërkatur me miell, siç ishte i marinuar. Erëzat e tjera do t'ja hedhim kur të bëhet gatimi në tenxhere. Vazhdojmë akoma kabërdisjen. Do shikojmë për pak, të nderuar miq.
Si që shkoni, që puikat janë kabardisur, kanë marrë një ngjyrë të bukur karamelizato, do t'i hedhim thelbin të hudrave, do t'i hedhim domate, do t'i hedhim kripën edhe piper. Gjithashtu do të hedhim dhe një gjethe kafine dhe një deg rozmarin. Pasi e trazojmë të tërën, do hedhim mishin që e kemi përgatitur, si që tha më parë. Gjithashtu edhe këtë drurin e dafilas. Drurin e kanelës, se thash dafilas. Atëherë, do hedhim mishin, pjesë. Si që shikoni, hodhëm edhe pjesën tjetër të domates, do ta përziejmë tani të gjithën. Do t'i hedhim edhe një portokall të shtrydhur për aromë. Pasi hodhëm një portokall të shtrydhur, tash i kemi pjesën finale që e shuajmë me verën që e kemi marinuar. Edhe kjo është pjesa e fundit që do mbyllet në presion për 50 minuta. Jo më shumë. Pra mishin që po bëhet, do ta shoqërojmë me një pure patate, por jo të gatshme, të bërë vetë me patate të freskëta të ziera. Patateve do t'ju hedhim sigurisht gjalp, kripë, piper e do t'i shtypim me dorë. Në mënyrë tradicionale. Piperi e shijon goxha pataten e zier, edhe ne na pëlqen të jetë pak pikante. Kjo është mënyra që unë përgatis pure. Që të shoqëroj sigurisht mishin e gicit të egër. Për pak do shqikohemi përsëri. Dhe pureja e patates e bërë në mënyrë tradicionale është gati. Tani presim të bëhet mishi. Ky është rezultati i mishit të derit të egër me orizë. Dhe sipas preferencave të familjarëve, mishi i derit të egër është shoqëruar me pure patate.